Para shqyrtimit të kërkesës së SPAK-ut nga Kuvendi për autorizimin e arrestimit të Belinda Ballokut, kryeministri Edi Rama bëri një deklaratë publike. Ai theksoi se socialistët kanë përgjegjësi të madhe për të dhënë një opinion të drejtë dhe të balancuar, duke u mbështetur në 83 mandatet e fituara në zgjedhje. Rama shprehu respekt për institucionet e drejtësisë, por kritikoi mënyrën e funksionimit të saj në disa raste, veçanërisht lidhur me arrestimet pa gjyq. Që arrestet pa gjyq në daç në shtëpi e në daç në burg janë bërë një mod e vrash në Shqipëri, e që Shqipëria është bërë një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur, një fakt i turpshëm pas një lidhje me standardet demokratike europiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Europës. Kjo dihet botërisht. Kryeministri theksoi gjithashtu se për socialistët rasti Ballokut duhet të trajtohet me maturi dhe profesionalizëm, duke ruajtur integritetin e Kuvendit dhe funksionimin e institucioneve, por sigurisht që në rastin e fjalë ne s'mund dhe s'do të paragjykojmë kërkesën e prokurorit special, por duke qenë se ndryshe nga proceset e tjera, ku ne si rregull s'flasim për përmbajtjen e çështjeve, këtë herë na kërkohet të japim opinionin ton. Ne do të angazhohemi me të gjithë përgjegjësinë ton përpara shqiptarëve që na dhanë 83 mandate, e do të përgatitemi për të mbajtur një qendrim të drejtë, të qartë e të denjë, si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi. Kërkesa e SPAK sipas rregulloris së Kuvendit duhet vendoset menjëherë në dispozicion 10 anëtarëve të Këshillit të Mandateve. Ky këshill nuk voton, por brenda 2 javë përgatit një raport në cilën rekomandon rrëzimin ose miratimin e dhënies së autorizimit për caktimin e masës së sigurisë, që arrestit me burg ose në shtëpi për Belinda Ballokun dhe më tej përcjellet Kuvendit për votim të hapur në seancë plenare.